Kërkesat për dorëheqjen e Ramadan Mujës nga posti të parit të Prizrenit, tash e tutje nuk do të shprehen në formë të protestave klasike, por përmes debateve me qytetarët. Grupi i qytetarëve aktiv të Prizrenit kanë paralajmëruar këtë ndryshim me që sipas tyre, kryeministri Thaçi po i bën presion Mujës që të mos jap dorëheqje. Mirë po këshilltari Mujës thotë se atë e mban në post fitoria në zgjedhjet elektorale. Grupi i qytetarëve aktiv për Prizrenin kishin paralajmëruar se të premten do të vazhdojnë me aksionin protestues duke filluar nga ora 8 e mëngjesit para shtëpisë së bardhë, me kërkesën për dorëheqjen e kryetarit Muja. Mirë po në vend të protestës, ata lajmëruan ndërprerjen e protestës në formën e deritanishme dhe vazhdimin e kërkesave të tyre në formë të debateve publike me qytetarët. Irim Krasniqi nga grupi i qytetarëve aktiv për Prizrenin tha se këtë ndryshim po e bëjnë me që si shta ai të enjtën mbrëma është parë edhe njëherë se kryeministri Thaçi po i bën presion Mujës që të mos jap dorëheqje. Këtu Krasniqi aludoi në intervistën e Hashim Thaçit dhënë të enjtën në rubrikën të KTV-s, ku ai tha se Ramadan Muja është i pafajshëm derisa vendimi i gjykatës nuk e merr formën e prerë. Kemi dalë sot këtu për t'ju treguar se protestën që e kemi thirrë për sot nuk do ta mbajmë, për shkak se mbrëm në një prononcim të kryeministrit Thaçi, ne edhe njëherë kemi konfirmu atë që kemi thënë edhe ditëve kalume, se është kryeministri Thaçi ai që me presionin e tij po e mban të dënuarin Muja në postin e kryetarit, ndërsa sa i përket moralit të Ramadan Mujës, ne duhet ta themi një gjë. Ramadan Mujën ne nuk mund ta mësojmë për moral, sepse ai i ka bërë 75 vjet. Dhe nëse për këto 75 vite nuk e ka mësuar se çka është morali, atëherë ne nuk kemi çka t'i themi. Ne do t'ju lajmërojmë për hapat në vazhdim dhe për forma të tjera të protestës. Edhe të premten grupi i qytetarëve aktiv për Prizrenin i bën thirrje prokurorisë që sa më parë të shqyrtohet padija për vendimin për vetpezullim të kryetarit Muja. Vendim ky të cilin Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e ka kthyer mbrapsht duke e cilësuar pa bazë ligjore. Organet e drejtësisë duhet ta thojnë fjalën e vet sa më parë për shkak se është qytetari i Prizrenit dhe i Kosovës ai që po i vuan pasojat e këtyre manipulimeve që po i bëjnë këta duke u thirrë në emër të ligjit dhe në emër të institucioneve. Nga ana tjetër, zëdhënësi i komunës njëherët këshilltari politik i Mujës Ymer Berisha ka vlerësuar si pozitiv hapin e protestuesve për të ndalë protestat. Berisha tha se kryeministri nuk e mban Mujën e askënd tjetër në postin e kryetarit.